يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimi takon Allahut azza wa jalla, të falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet ja dërgojnë a Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Në vitin e kaluar këtu se na jemi të fol për jetën e varg të përpara. Mi po këtë po e lana pak mungi tash, anash, për shkak se tash një vjet këtu kemi qenë duke folë rreth një librit, një pjesës të një librit që ka të bëjë me kapitullin e agjerimit. Në aspektin fikhor, edhe pak më shumë se fikhor ka njëherë, vetëm se këtu e kena pas lënë, e këtu po e vazhdojnë atë që kemi lënë tash një vjet. I kena pas folë që kur bëhet obligim agjerimi, kush e ka obligim agjerimi, që atë kushte do t'i plotësoj njeriu por me ju bë obligim agjerimi, kur tolerohet mos me agjeru, kur kërkohet me bë kefaret, çka e prish, nëse apet çka e prish do të flas me disa, po më shumë i kena folë disa sene se çka nuk e prish, mendohet se e prish, e ato në fakt nuk e prish, i kena pas mënë ndonjë aksion ato çështo, atë kush dën le t'i kthehet atyre çka kena folë. Ndërsa këto na e vazhdojna ku e kemi lënë. Autori thot ruknu siyami al-imsaku min al-mufattarati min tulu' al-fajr ila al-maghrib. Shtylla e agjerimit, shtylla e parë e agjerimit është me ndal të ngromjen, pirjen, intimitetin me familjen, me shoqen, me ndal prej mëngjesit, prej para se prej kur t'i hin koha sabahit deri kur t'i hin koha akshamit. Këto nuk lejohet me në kësaj periudhe kohore, nuk ka të drejt njeriu me ngronë ose sanin më të vogël, me ngronë ose me pi, dhe nëse vepran këto që i përmenda, atëherë agjerimi i tij është jo valid, nuk i vlen, nuk i pranohet. Allahu azza wa jalla në Kur'an ka thonë: "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum." Tha kur vjen akshami, tha Allahu, e kur vjen mbrëmja, atëherë mundeni edhe t'ju afroheni familjes, edhe nëse doni me kërku ndaj fëmijë për Allahut. E pastaj tha wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad. E pastaj jo mundeni prej tani kur të hiku akshamit, mundeni me ngron dhe mundeni me pi deri kur të hiku sabahit. Min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. E çatëherë kur të hiku e sabahit ilani ushqimet kërrejt çka ka dhe pirjet dhe e vazhdoni agjerimin tuaj deri në mbrëmje. A e kuptuat? Kjo është ajo pika kryesore, që njonit mos t'i shkon mendja me thonë se unë pe agjeroj gjysmën e ditës e gjysmën ju. Nuk ka agjerimi farz, çka është? Ose pjanisi me agjeru, edhe po flaj deri ka ora 12, e pasaj kur qona në orën 12, kërësore gjysë ditë e bona agjerim, edhe pjesën tjetër po smoj, se ka më shumë punë. Ose pa agjeroj dhe që kemë punë, punës janë njësë në orën 9 ose 10, a i pranohet, nuk i pranohet. Edhe çështjen e punës na kena përmend këtu, se ata të cilët janë në puna, qofshin ato puna të shtetit, qofshin puna private, janë në për puna. Mos të mendojnë që më njëherë, me thonë që unë jam punë edhe mu më lejohet mos me agjeru. Se s'moj, nuk moj me qëndru. E kena pas përmen,
Këto është bles pja rikujtaj, se këna përmen me gjanë do herë këtu, që nuk do në të që ka kështu të drejtë. Edhe nëse jenë punë, do është mja njësa gjerimit. Ju punëtur. Do në mja njësa gjerimit, e pastaj nëse të rastis, brenda ditës, gjysma ditës, puna është e ronë, s'pëmon është ish me duru, punën e ki pa tjetër me punu, atëherë mund është me prish. Se është keq kuptim, është një, me thonë një shpifje, ose një keq kuptim për marrë malet, që ata me ndonë dikur që, nëse si e sigur që më në banë agjerim gjithë ditën, ma mi më s'janis heq. Ja qështu nuk thuhet në fej. Punëtor, dush m'janis. E sot më ishme që, në më ishtë dhe në aksham, kjo është obligimi. Po për shkak punës së rondë, ndërtimtaris, zheg, e tjera, atëherë kur fillojnë më të terrusit, ka mesi ditës a kur ndodh ajo, atëherë e prish. Pra dush m'janis. Pra agjerimi kryesori, shtylla kryesore e agjerimit e para, qenka, mos me ngron, mos me pi, edhe duhan mos me pi normal, si diskutohet, edhe deri kur? Deri mbron, prej kur t'i hin koha sabahit, deri në aksham. Kjo është e prene. Para se me hi, edhe do, po i përmanivish pak do blic, do sunene të agjerimit, sunene, disa sunete, ose disa senet pëlqyra, për ty si agjerues, për ty që kimi anis agjerimit, disa senet pëlqyra, prej tyne është syfyri. Përpeqeni, nështë ta pak e përmend milat, kryesorja është se syfyri si syfyr, është prej sunetit me mbojt. Muqu natën, me hongër pak, ose me pi pak, ose në i hurë, ta shti shumë me shumë. Kryesorja, muqu natën pak, është prej sunetit. Nëse të pyetje ko, cilë është një prej suneteve të agjerimit, ti i thua muqu në syfer edhe me hongër syfer. Një prej sunet. Argumenta pejgamberi alayhi as-salatu wassalam. Hadithin që sjell edhe Bukhariu dhe Muslimi. Tha, teseharu, fe inne fis sehuri baraka. Tha, qoni edhe hani syfër, se në syfër ko bereqet. Kjo për si argument. Prandaj, pejgamberi alayhi as-salatu wassalam në hadithin tjetër, që e sjell Muslimi, Tirmidhiu dhe të tjerë, tha pejgamberi, faslu ma bejna sijamina wa sijami ahlil kitabi, akaletu sahuri. Tha pejgamberi, dalimi mes neve, umetit Muhammedit a.s. dhe umeteve të mëhershme në çështje të agjerimit është tha syfyri. Pra është me vlerë, muqu natën, edhe me hongër syfyr gjatë mujtë të Ramazanit. Nuk themi se agjerimi së pranuhet nëse njoni person ka me shku nesër në punë, edhe thëtë vëllon po flaj ma hetë, hongra iftar, falet taravit, edhe jaci normal, edhe thëtë po flaj deri në sabat tash se mu qu dhe një herë në tani shkën atë një 2-3 orë, ka mu qu nesër me shku në punë, thëtë për janisi për i tasht. Vetëm se e kena përmen herave të kaluara që kur të quhet qatëherë, kur të hanë iftarin tash, edhe i falet taravit, vendos prej që ato mos muqumo, leta sjell në mendjen e ti, leta bën njet prej qatëherë. Se po se bëri njet, që që kena pas përmen herave të kaluara, mendimin e shumicës e djetare, po se bëri njet, atëherë agjerimi nuk ka personi agjerim. Ka hangër iftar, edhe heq si ka shku mendja për nesër, për me bo njet me mendjen e ti, me zemrën e ti që ka me agjeru, heq. Veç të rakja vut gjëm dhe në sabah. Që kjo përsen nuk ka agjerim atë ditë. Dhe me bo kaza. Ma sa mazoni, dhe me bo kaza. Por nëse vendos mos më qu. Agjerimi thash pranuhet, po cila është më e mira, se sunete, çka i vjen sunete. Kur themi sunete, është diçka më e mira.
Është diçka më e mira, por nuk do të thotë që është mëkat, nëse njëri vepron kështu që e thash. Tamam? Kia, por muqu me hangër syfir, është më e mira sunnet për sunneteve të agjerimit. Por njëri thot, unë e thot hoxh, kam ngronë atë shumë niftar se kesh i lodhur, edhe me punë, edhe me kështu. Thot kam ngronë atë shumë niftar sa që janë veç muqu për i hava, veç me që me prish gjumin, edhe me nej se s'mu i hamu. Si jam i stëngupur. Atëherë për personin e tillë, feja na ka mësu se që ati personi ai quhet pakten edhe veç edhe një gut ujë nëse e pen, e merr shpërblimin e këtij sunetit të agjerimit. Veç një gut ujë. Quhesh, syfir, e pen një gut ujë edhe që kem mjaftën. Argument, hadithin që vjen prej Abdullah ibn Amrit, se tha pejgamberi alayhi as-salatu was-salam, tasahharu walau bi jar'atin min ma. Çono hani syfir, qoft edhe me një gëllëng ujë, qoft edhe me një pjesë të vogël gotës me ujë, çono kryen e syfirin. Edhe nëse haxhit me gjumë shumë, quhesh, lemna negociat të krit, quhesh e ban edhe u kry puna. Kur ke puna të njëjtë që u lidh ke, më herët, unë naj pjesë e bi që e kum përmen, më herët, se shumë në ati mos si rikthejemi atyre, edhe prej asojna që kur qurë, vetë ngritja jote në syfër, veç ngritja jote në syfër, si veprimi joti, kuptohet se ti e ke bërë njetë me agjerut të nesërmen. Veç ngritja jote, ka moqu në syfër, se nese kema gjenim, si që është në syfër, e pe një gotuj, njeti u kry. Se nuk është pa tjetër, moqu njeti me thonë, o zët, one pe baj njetë nesër me agjeru, edhe qështu deri në fund. Nuk është pa tjetër. Me ujë. Por, monësh edhe këto, monësh edhe me hurme. Njënë të tja, vëllaj, hoqë, veç ujë nuk moj, a mu me ngronë së moj, se kom ngronë shumë niftar. Atër një hurme, a mundesh? Në është ta mundesh. Tha pejgamberi alayhi as-salatu edhe për hurmen, një hadith që Albani ka bërë të vërtetë, kanë nxjerrë Davudi ibn Hibani dhe të tjerë, tha pejgamberi alayhi salam: "Ni'ma as-suhurul mu'mini at-tamru." Prej syfyreve më të mira të besimtarëve është një hurme. Prej syfyreve më të mira të mu'minit besimtarit është një hurme. Tamër i thënë hurmes. Por hen tonë cili lloj i hurmave. Se hurmat e Medinës që na pas përmend, se në Medinë nuk janë veç një lloj hurme, po janë 120 lloje hurmash. 120 lloje. Po tamër është një prej tyre. Po sido që të jetë, hen në këtë hadith, cilin do prej hurmeve. Hajde inshallah më specifisht me një. Kjo kre prej suneteve të agjerimit buqu natër me ngër syfyr. E para. E dyta është që syfyrin kur quhesh, me shty deri në dakikat e fundit mëjsh. Syfyrin, kur qeni me hangër syfyr. Mëjshi me shty deri në dakikat e fundit, që kjo është më e mira. A më kuptut, haxhi? Që mos muqu syfyrin e e pas ka ko deri në ora 4, ti e thua, pe kry pak ma heret, në 2. I e që u e kej, po në 2, pe kry pak ma heret, kur gjohë mu tani vishë rrene, në olbë, të bakja dhe flena pet. A mu ma e mira kësë është. Me e mira është mojsh syfyrin me shty deri në dakikat e fundit. Kështu ka vepru pejgamberi alayhi as-salatu was-salam. Bile, një hadith që vjen prej Zaid ibn Thabitit, radiallahu anhu, që thot se tasahharna ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila as-salah. Na banëm një ditë për ditëve, ose një herë për herave, ose shumë herë, kur banshmi syfyr ofër pejgamberit, kur e hangshmi syfyrin, e hanke syfyrin pejgamberi alayhis salam, edhe shkojke e hanke edhe shkojke në xhami me fol namazin. E i thanë,
kam bejnë l'adhani vë suhur, e kur u qeshi me hongër, kur u qeshi me hongër syfyrin, për i qati momenti kur u qeshi, deri sa u thirke e zoni sabahit, sa kishte ku, sa mëni me zgjot ku, për shumë, a 1 ora, 2 ora, 3, a din si u përgjegj? Tha, kadru 50 aje. Tha, kjo ku është si kur njoni, mesatarisht që i lexon një 50 ajete. 50 ajete, Surja Al-Baqara i ko pak më gjota, ma ka fund janë më shkurta ajetet, se janë Mekkije. Ajetet që kanë zbrit në Mekje, më një men, që vishini kështu, ato që kanë zbrit në Mekje janë më shkurta. Pjesat dërmuse. Ato që kanë zbrit ajetet që ka qenë pejgamberi në Medine janë më të gjata. Me rëndësi një 50 ajete. Nashta 50 ajete që mund më kuptu një 20 minuta. Hajde, për t'i kanë që lezëm pak më ka dalë. Një 20 minuta. Edhe ma shpeti këmi. Për shumë si agoni. Një 20 minuta që i bjen një 20 minuta para sabahit, hajde peshtajnë me të unë, një gjysore, para se mi hi kuha sabahit, kë ka ma e pelqyra, qëtë herë mu që me hongë sifër. Qëtë herë kë ka e pelqyra, edhe mës mi anis me hongë sifërin, për i 12 natës, e deri në kotën e të hongët me meta ra tani për ngronjës. E tani ma e zeza është që ngron dek pak para sabahit, e ku të vjen kuha pak para sabahit a i flenë tani. Ju menet me polë sabahin, por a i flenë, ke zeza e dy tjetër. Por më rëndësi është prej sunetit, prej sunetit që me shty syfyrin. është një hadith prej Unais binti Habibit, që tha se ka thonë pejgamberi a.s. Idha adan ibn Ummi Mektumi, fekulu washrabu. Se pejgamberi a.s. në Medine i kishte 2 muezina. E kohët me dhe 3, po më nolmi me 2 njerë. Dhe më 2 muezina. 2 të ishin në Medine, që jep me kuptu se ban me ko me një gjami 2 muezina. Edhe njoni e ka pos emrin Abdullah ibn Ummi Mektum. Edhe quhet Abdullah edhe Amr. 2 emrat e quajnë, më njëti përsen është. Abdullahi që ky, tha pejgamberi, ka qenë i verber, që lejohet për muezin me qenë edhe i verber. Edhe i tha, kur janis ke Abdullahu, kur t'janis Abdullahu me thirr, e zoni tha, hani shlirë. Se Abdullahi nuk ka poshëm, por e ka thirr e zonin për muqu, hajde qënë, edhe se është afru koha e sabahit. Është afru koha e sabahit, hajde qënë, kush ko plan me hangër syfyrin. Tha pejgamberi, kur të thirr Abdullah ibn Ummi Mektumin këtë hadith, edhe pse shumica e haditheve që flasin për ta 2 muezina, i pari thirr Bilali. Bilal ibn Rabah, por që këtë transmetim është Abdullah ibn Ummi Mektum, e që kuptohet që na i herë javë ka ndryshu vendin pejgamberit. Me rëndësi, tha kur të thirr kë, tha ky ju thirr në atë kuptimin hajde që në hani. Kush nuk po ne më pastrulet pastruhet e sene, deri kur tha, deri tha thirr tha Bilali. E kur thirr Bilali mo lënë ushqimin. Lënë ushqim, pra deri sot i hin ku asabojt. Kjo është më e mira për në syfyr kur quhesh, prej sunetit është me shty syfyrin deri në dakikat e fundit më me shty. Lusmi Allahun të na ban për aty që mujin e agjerimit e agjerojnë ashtu që kërkohet dhe të mormi sevapet që ka premtuar Allahu përmes pejgamberit dhe ai vetë në Kur'an. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum.